mu ma shumë më bashkojnë të rritrat me zonën Osmani se sa ndarjet. Po kanë rëndësi shumë edhe për mu pse ndarjet. Pra dikuna i do këtë ky shembull simbolik, po për mu ka shumë rëndësi. Për shembull? Një presidente që merr pagë të majme, po e quj si kanë pagat e majme edhe privat, edhe nuk pethojmë ne, të me thonë se unë kisha dash me fol sinqerisht vetëm për të mirat e protagonistëve tonë politik. Mirë, po një presidente që merr pare edhe merr privilegje. Në politikë ki edhe privilegje, ki edhe kosto. Një presidente që merr pagë të majme për institucionit edhe ka privilegje. E në anën të është vetë pozicioni saj që me garantu rend e barazin ato institucione që lati shërben, e jep shemblin më të keq që me dhimbje po e tham në PR-in e saj politik do t'i faturohet tër jetën. Po tham për njerin racional. Cili është taj? Një presidente që ka hek fëmijën e vetë për institucionit publik për shkolle, për shkak që s'ka kushte, po neve na duket minimale, po mendoj që kjo është standardi cili do të me ndërtu në këtë vend. Nuk do të thotë kjo. Nëse i referohemi. Çka ku thoni na shkolla private nuk është ndaluar. Në shkolla private nëse i referohemi gjithë pjesës edhe politikanëve që shumica i kanë aty. Po edhe ty duhet edhe ti je qytetar i këtij vendi. Po unë jam. Edhe dëgjom tash. Dëgjova, jo me sfidu, po edhe ty të brejnë kjo. Jo pse unë kënaqsa pse e tham. Dëgjoj, po sfidoj. Jo pëse kjo të kënash ty, jo vetë zonja presidente, cili do politikan, është shembulli më i keq që jep këtë, e Kosova nuk e përballon këtë barë të pabarazia. Nuk janë të ndaluara institucionet private. Nuk është, janë lejuara ligjore. Jo, arsimi primar është obligativ, për cilin ti si president. Unë kam